Humori ka ndryshu për arsye se tash po hyn për skfilti një grua 50 vjeçe, edhe thët diçka në TikTok, edhe që ajo po quhet humor. Na e dimi sa kemi punu për me dal me shfaq një humor, kemi punu 2 herë ditët, do më thonë 2 herë prova, kemi pas orar pune tetor për me shfaq një humor, në kohën e prallës, në kohën e familjes moderne dhe kafenia jonë. Do më thonë... Sot qyshe humori sot? Jo, sot është spontan, sot është spontan të humori, sot është ka sta me dalë sa me lirë, improvizim aty për aty, kush e ka mundësin, edhe në rregull është, do më thonë, sot nuk ka ma që thojmë na vlera. Satir, ose çka do tjetër? Nuk ima satir metafore këta. Populli thjesht është ka dënë hazër, sa ma hazër. Tash, a la fajtor popullin jo, fajtor jemi na që ju servojmë. Po, edhe na si aktor humori, na jetojmë me këtë... është bot tregu i vrasht. Po, është bot tregu. Unë nuk guzoj me rreziku veten me ba diçka wow, nëse nuk shitet. Unë shkoj për qasoj qa shitet, për qati produkti qa shitet. I thash një shoku tam për me një butik, i thash, trener ka drejti jetu i prut këqia.